Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina wa Nabiyyina Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa sahbihi al-muntajabin wa ala al-jami' al-anbiya illahi wal mursalin. Me emrin e Allahut, të gjithëmshirshmit, mëshirëplotit. Falënderimet më të sinqerta janë për Allahun e madhruar. Paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi profetin Muhammed, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë të dërguarit dhe profetët e Allahut të madhruar. Të dashur vëllezër dhe motra, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, bekimet, mirësitë dhe mëshira e Allahut qofshin mbi ju. Në ajetin 97 të surës Nahl, Allahu i madhruar thot: Bismillahirrahmanirrahim. Men amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Kushdo që bën vepra të mira, qoftë mashkull apo femër, dhe është besimtar, ne do t'i japim një jetë të mirë. Ndërsa në ajetin 77 të surës Qasas, Allahu i madhruar thot: Bismillahirrahmanirrahim. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. Kërko me ata që të ka dhënë Allahu banesën e botës tjetër, por mos harro edhe pjesën tënde nga kjo botë. Këto dy ajetet e begata na sqarojnë se feja islame është feja e veprës e punës dhe urdhëron për punë, për vepra të mira, të shoqëruara me besim, me devotshmëri, me sinqeritet. Feja islame e kundërshton rreptësisht dembelizmin, përtatësinë. Ajo dëshiron që ndjekësit e saj të jenë aktiv në jetën e tyre. Islami ka përcaktuar ligje dhe rregulla të qarta që sigurojnë lumturinë e njeriu në këtë botë. Sipas kuptimit të fesë, duhet pa që njeriu të besojë, të punojë dhe të zbatojë rregullat e krijuesit të plotfuqishëm, të gjithditur, me qëllim që të arrijë lumturinë. Lumturinë e dëshirojmë që të gjithë. Dhe krijuesi ynë i dashur, Allahu plotfuqishëm, ka vendosur kufit me qëllim që të arrijmë atë lumturi në këtë jetë, sepse jo të jemi të lumtur edhe në jetën tjetër. Jeta e vërtet për të cilën duhet të përpiqet njeriu është jeta e përtejme, por ai nuk do të harrojë edhe pjesën e tij në këtë jetë. Kurani i shenjtë, fjala e Allahut të plotfuqishëm, libri i fundit qiellor, trajton disa aspekte apo dimensione themelore që i sigurojnë njeriu lumturinë në këtë botë dhe në botën tjetër. Dhe ato dimensione janë: dimensioni i parë është dimensioni shpirtëror i lirisë. Allahu i madhruar thot në Kur'an: Fasbir ala ma yaqulun wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i ash-shamsi wa qabla ghurubiha wa ana al-layl fasabbih wa atrafa an-nahari la'allaka tarda. Bëhu i durueshëm ndaj asaj që thon dhe madhroje Zotin tënd me lavdrim para lindjes së diellit dhe para perëndimit të tij. Dhe madhëroja atë, pra Allahun, në pjesë të natës dhe në skajet e ditës, që të mund të jesh i kënaqur. Në këtë ajet, Allahu
i drejtohet profetit Muhammed sallallahu alaihi wa ali me dy udhëzime kryesore. Së pari, të tregoj durim ndaj fjalëve dhe shpifjeve të njerëzve. Dhe ky është dhe mësim edhe për ne. Sepse gojet e njerëzve asnjëherë nuk mbyllen. Pra edhe ne duhet të tregojmë durim ndaj fjalëve dhe shpifjeve të njerëzve. Dhe së dyti, udhëzimi i dytë është që Allahu pra i drejtohet profetit është të përkujtoj Allahun me lavdrim në kohët e caktuara që përmenden pra në ajet, para lindjes së diellit, para perëndimit, gjatë natës. Allahu e ka bërë kënaqësinë e brendshme qëllim përfundimtar, ku thot që të mund të jesh i kënaqur dhe nuk tha unë të jem i kënaqur me ty. Pra nëse duron, nëse e përkujton Allahun, pra ti do të jesh i kënaqur në veten tënde. Pra do të arrish që edhe të jesh edhe i lumtur. Kënaqësia e shpirtit ka lidhje të fortë me lumturinë, sepse kënaqësia është themeli dhe shtylla e lumturisë. Lumturia ekziston bashkë me kënaqësinë dhe zhduket me mungesën e saj. Lumturia shtohet e paksohet në përpjestim me kënaqësinë. Prandaj, shkalla më e lartë e lumturisë është që njeriu të jetë i kënaqur me atë që i ka dhënë Allahu, nga mirësitë, nga arritjet, nga sukseset, madje të jetë pra i kënaqur edhe me provat që i vinë. Kur Allahu ja përmendi begatit e tij profetit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi në surën Duhan, ajetin 5, dhe i tha: "Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda." Zoti yt do të jap saqë do të jesh i kënaqur. Allahu nuk i tha profetit do të jesh i lumtur. Pra do të jap dhe do të jesh i lumtur. Megjithse kuptimi pra është i ngjashëm, sepse kënaqësia është thelbi i lumturisë. Prandaj pra, Kurani i Shenjtë na urdhëron, na udhëzon që të jemi pra të kënaqur me gjithçka që na ka dhënë Allahu. Të jemi të kënaqur edhe me provat që na vinë, sepse provat janë thjesht provim. Se sa do durojmë, sa do ta kujtojmë Allahun në këto sprova të vështira. Në një thënie të Imam Aliut, paqja qoftë mbi të, thuhet: lumturia e njeriut është kënaqësia dhe pranimi i asaj që i jep Allahu. Ndërsa realiteti i kënaqësisë është që robi ti thot Zotit të tij: "O Zoti im, nëse më jep, unë e pranoj. Nëse më ndalon, unë jam i kënaqur. Nëse më lë, unë të adhuroj. E nëse më thërret, unë të përgjigjem." Kjo është pra kulmi dhe realiteti i lumturisë. Dimensioni i dytë i Kuranit për lumturinë është dimensioni shoqëror i saj, pra i lumturisë. Në ajetin 199 të surës Araf, Allahu i madhuar thot: "Khudhil afwa wa'mur bil ma'ruf wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin." Pranoje faljen, urdhëro për të mirën
dhe shmangu nga të paditurit. Ky ajet i begat paraqet një model kuranor të komunikimit shoqëror që çon drejt rehatisë psikologjike dhe lumturisë që shumë njerëz e kërkojnë në marrëdhëniet njerëzore. Fraza e ajetit pranoje faljen do të thotë të jesh i butë dhe tolerant me njerëzit, të falësh gabimet dhe të mos mbash inat. Forca e besimtarit qëndron në falje, jo në hakmarrje. Dhe duke pranuar faljen, arrihet kënaqësia dhe arrihet lumturia. Dhe komunikimin mesin e njerëzve bëhet më i larmishëm. Fraza tjetër e ajetit urdhëro për të mirën do të thotë të nxisësh njerëzit drejt së mirës, drejt moralit dhe drejtësisë. Të jesh shembull pozitiv në shoqëri, të kontribosh për përmirësimin e komunitetit e të shoqërisë. Besimtari nuk është pasiv, por aktiv në përhapjen e së mirës. Dhe kur e mira sundon në shoqëri, padyshim aty gjendet lumturia e vërtet. Fraza e ajetit shmangu nga të paditurit do të thotë që të mos futesh në debate të kota, të mos reagosh ndaj provokimeve dhe fyerjeve, të ruash qetësinë dhe dinjitetin. Mençuria është të dish kur të heshtësh dhe kur të largohesh. Dhe nuk është mençuri që të kundërpërgjigjesh ndaj fyerjeve, ofendimeve dhe të hakmerresh. Ky ajet i begat na mëson 3 shtylla të karakterit të lartë. E para, falje në marrëdhënie me njerëzit. E dyta, angazhim për të mirën. Dhe e treta, vetëpërmbajtje ndaj ignorancës. Pra, sillu mirë me njerëzit me mirësi. Puno për të mirën dhe mos u ul në nivelin e të paditurve. Nëse zbaton këto 3 parime e këtij ajeti të begat, arrihet lumturia e vërtet shoqërore. Pa këtë në urdhon Kurani. Edhe feja islame. Fatkeqësisht shumica atyre që akuzojnë Kuranin, akuzojnë Islamin, ata janë ignorant për përmbajtjen e Kuranit dhe për përmbajtjen e Islamit. Islami pra kërkon që njerëzit të jenë të kënaqur, të lumtur në këtë jetë dhe të shpëtuar në jetën tjetër. Islami urdhëron për paqë, urdhëron për qetësi shpirtërore, urdhëron për rend. Islami është kundër gjithçkaje që shkatron individin, shkatron familjen, shkatron shoqërinë. Dimensioni i tretë që përmend Kurani për lumturinë është dimensioni material. Feja islame është fe e ekuilibrit në mes shpirtërores dhe materiales. Lumturia në Islam nuk nënkupton mohimin e aspektit material të jetës. Përkundrazi, mjetet materiale janë pjesë e lumturisë. Megjithse ato kanë rëndësi dytësore pas aspektit shpirtëror. Sepse përkujdesja për aspektin shpirtëror në Islam qëndron pra në majën e gjithçkaje. Allahu i madhëruar në thot në sura Nahl në ajetet 5 e 6, ai i krijoi bagtit për ju
në to ka ngrohtësi, përfitime dhe për tyre hani. Në to keni bukuri, kur i ktheni në mbrëmje dhe kur i nxirrni në mëngjes. Gjithashtu, Allahu i madhruar në surën Araf, ajetin 32 thot: thuaj, kush i ka ndaluar stolitë e Allahut që ai i ka nxjerrë për robët e tij dhe ushqimet e mira që ai ka dhënë? Thuaj, ato janë për ata që besojnë në këtë jetë dhe do të jenë krejtësisht për ata në ditën e ringjalljes. Sa i mrekullueshëm pa dhe ky jetë. Që na sqaron se feja islame pra është fe e cila kërkon maturi, balans, ekuilibër në mesin e shpirtërores dhe materiales. Islami nuk e ndalon pra anën materiale të kësaj jete. Islami thotë që anën materiale shfryzoje brenda kufive të krijuesit, i cili i ka vendosur këto kufi për të mirën e njerëzve, për t'i ruajtur dhe për t'i mbrojtur njerëzit nga devijimi, nga degradimi, nga shkatrimi, nga rënja në knetën e mëkateve. Ky është qëllimi i kufive që ka caktuar pra Islamin për njerëzit. Në hadithet e profetit e të Ehlibetit, paqja qoftë mbi ta, theksohen gjithashtu faktorët material që ndihmojnë lumturinë. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wa ali ka thënë: ndër shenjat e lumturisë një muslimani janë fëmia që i ngjan atij, pra me moral të mirë, me besim, me devotshmëri, me përkushtim, gruaja e bukur dhe fetare, kafsha e rehatshme dhe shtëpia e gjerë. Ja çfarë thot për profeti Muhammed. Ky është një mësim për të gjithë ata që akuzojnë fenë islame, që është fe e errësirës, fe e paditurisë, është vetëm fe e namazit apo agjerimit. Islami është jeta e vërtet. Imam Sadiku paqja qoftë mbi të ka thënë: 3 gjëra janë nga lumturia: bashkëshortja e mirë, fëmia i bindur dhe furnizimi i mjaftueshëm që njeriu e fiton dhe me të mban familjen e tij. Imam Zejnul Abidin paqja qoftë mbi të ka thënë: ndër shenjat e lumturisë së njeriu është që tregtia e tij të jetë në vendin e tij, shokët e tij të jenë të mirë dhe të ketë një fëmijë që e ndihmon. Dhe në një hadith të profetit Muhammed sallallahu alaihi wa ali thuhet: kur zgjohet i sigurt në vendin e tij, i shëndosh në trup dhe ka ushqimin e ditës së tij, atij i është dhënë e gjithë bota. Ky hadith përmbledh pra 3 shtyllat kryesore të lumturisë materiale. E para, siguria shoqërore; e dyta, shëndeti trupor; e treta, furnizimi i mjaftueshëm. A nuk është dëshirë të gjithëve që ti kenë këto 3 shtylla? Pra këta janë 3 dimensionet bazë të Kuranit për lumturinë. Është detyra e njerëzve që të kthehen te Kurani, ta lexojnë, ta kuptojnë dhe ta zbatojnë në jetë. Nëse do të kapemi pas Kuranit, do të shpëtojmë. Nëse do ta hedhim pas shpine, do të devijojmë, do humbasim, do shkatërrohemi. Dhe të gjitha këto fatkeqësi që i kemi sot janë sepse ne e kemi hedhur pas shpinë e Kuranit, jemi larguar nga Kurani, nga mësimet e Kuranit, nga udhëzimi i Kuranit, i cili është fjala e Allahut.
e krijuesit të plot fuqishëm. E lusë Allahun që të na bëjë për atyre që e lexojnë Kur'anin, e kuptojnë dhe e zbatojnë në jetën e përditshme. Allahu na bëf prej atyre që kapen pas Kur'anit, sepse kapja pas Kur'anit na çon në lumturinë e vërtet. Allahu ju ruajt dhe ju bekatoft, ju familjet tuaja kudo që t'jeni. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, bekimet, mirësi dhe mëshira Allahut qofshin mbi ju.